drejtë është rrjedhoje punës që ne kemi bërë nga 2-3 vjetë dhe po shikojmë çfarë po ndodh. Janë një pjesë lojtarësh që janë zhvilluar mirë deri tani, po janë konkurrentë më të mirë në ekipet e veta dhe janë konkurrentët e parë që pretendojnë të kalojnë në ekip të parë. Tani ka ardhur koha me avancu i çik më shumë, ka pas problematika të vogla për sa i përket ekipeve, shpeshherë trajnerët luajnë për të fituar ndeshjet dhe her pas here i ndryshojnë pozicionet e lojtarëve në raport me nevojat e ekipeve. Kurse tek ekipi kombëtar ne nuk do luajmë për me fitu, kështu që do jemi totalisht e gjithë punët do jetë e përqendruar tek përmirësimi i individit. Edhe kemi menduar që është më mirë të marrim pjesë bashkë, edhe për sa i përket taktikave, edhe për sa i përket pozicioneve, për sa i përket trysnisë për fitore, ne nuk do kemi. Ata do luajnë gjithë punët do jetë e përqendruar tek zhvillimi i individit. Dhe mendojmë që do jetë shumë e mirë për sportistat, do luajnë me një vit më të mëdhenj. Gara është më e fortë automatike. Këtë pretendojmë, gara e fortë do të rrisi nivelin e lojtarëve. Detyria teknike është e ka parë gjatë gjithë kohës e ka ndjekë se çfarë po ndodh, si po zhvillohen lojtarët dhe është një nga format e mira për me i dhënë përparësi individit, po themi, për të rritë individin që nesër do luajë në ekipet më të larta. Ne kemi plane për zhvillim gradual si individit ashtu edhe të grupit. Dhe në përgjithësi janë paraqit mirë, kanë treguar që po luajnë mirë. Tani do të rregullojmë akoma dhe këto problemi kemi çdo javë, do të filmojmë gjitha ndeshjet, do merrem në analizë, do merrem me individët të gjithë problematikat dhe shpresojmë me punë të mirë dhe 2 vjet që kemi mundësi të punojmë me ta, të arrijmë nivele çik më të larta për sportistët.